Ne themi kemi bërë një gjë shkëlqyer. Kur NATO-ja bën diçka të keqe, si për shembull largimi nga Afganistani ashtu siç e bën, ne themi është faj i tyre. Sepse të mëdhenjt marrin fajin, të vegjëlit mund të marrin edhe ndonjë merit kur është për t'u marrë. Megjithatë, keni ndjesinë që Ballkani është një lagje e harruar në këtë peizazh? Jo, nuk mendoj që Ballkani është i harruar. Kam ndjesinë që jemi në kohët më të mira. Për të qenë shumë të qartë, Ballkani Perëndimor, jemi në kohën më të mirë, nuk kemi qenë kurrë më pranë Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka qenë kurrë kaq i vetëdijshëm për rëndësinë tonë në të gjithë gjeopeizazhin gjeopolitik. Kemi shumë vizibilitet më tepër pranë shumë mënyra. Gjatë dekadës së fundit është bërë normale, por s'ka qenë as pak normale që të flisnim dhe të bashkëpunonim me njëri tjetrin. Dua t'ju kujtoj se jemi ulur të 6 udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor rreth të njëjtës tryezë vetëm në 2014 në Berlin për herë parë në histori. Kështu që jo, nuk jemi të harruar. Jemi në kohën më të mirë që kemi jetuar. Por më kujtohet që radhën e kaluar ju i kërkuat presidentit Trump, më kujtohet shkurtin e kaluar, mbajtet një fjalë ku i kërkuat që ai të përfshihet në disa prej konflikteve që po ndodhin. Po, pata privilegjin të isha me presidentin Trump në ditën e themelimit të Bordit të Paqes dhe i thash diçka që e kam shumë për zemër dhe ka të bëjë me drejtësinë ndërkombëtare dhe konkretisht me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që është krijuar mbështetur në një raport fantazish i sponsorizuar nga rusët, nga delegacioni i Vladimir Putinit në Këshillin e Europës, që mbështeste një mocion për të hetuar të ashtu quajturat krimet ushtrisë qytetare të Kosovës dhe specifikisht trafikim të organeve njerëzore. Gjykata u ngrit për ta kthyer këtë raport fantazish në një proces kundër udhëheqësve dhe morën nga zyra një president që ishte aktiv në detyrë dhe e sollën në Hag dhe e burgosën përpara një akuse zyrtare dhe kryetarin e parlamentit po ashtu. Dhe më pas i gjithë procesi u kthye në diçka krejt tjetër, pra nuk ishte ndodhur asnjë trafikim i organeve njerëzore dhe praktikisht akuzohen se kanë udhëhequr rebelimin kundër pushtuesve dhe që kanë bashkëpunuar me NATO-n. Ky është thelbi praktikisht. I thash presidentit Trump që kjo është diçka të cilën ai duhet ta di dhe me shpresë tek e cila mund të ndërhyjë. A keni marrë ndonjë përgjigje? Nuk më ka informuar ende. Po ka qenë shumë i zënë Mahamandja. Mirë. Dua të flas paksa për aspiratat europiane të Shqipërisë. Shqipëria është pak si paradoks për mua, sepse nga njëra anë keni një shkallë domethënëse rritjeje, por nga ana tjetër gati 500.000, pra gjysmë milioni njerëzish që kanë lënë vendin gjatë mandatit tuaj. Si e shpjegoni këtë paradoks? Pikëpari, gjysmë milioni nuk është shifër e saktë, por po, shqiptarët kanë vazhduar të
largohen dhe mendoj që është gjëja më normale për një vend I cili ka kaluar 50 vjet izolimi të plot dhe për njerëz që kanë qenë gjithnjë të prirur të emigrojnë e të kërkojnë një jetë më të mirë. Por nga ana tjetër, mendoj që ka të dhëna të qarta që shqiptarët po kështu po kthehen. Kështu që ende jemi në një negativ neto midis njerëzve që largohen dhe vinë, por hendeku po ngushtohet. Dhe po, duhet vazhdojmë të bëjmë shumë, por sa për t'ju dhënë një shifër kur mora detyrën, PBB-ja jon ishte më pak se 10 miliardë euro, ndërsa aktualisht është 27 miliardë euro. Pra, kemi bërë mjaft. Numëroni më parë 2 milion turist, ndërkohë që vitin e kaluar u rritëm në 12 milion turist, me 300-400 milion investimet huaj drejt për drejta, ndërkohë që vitin e kaluar arritëm 1.6 miliard. Kështu që këto janë shifra të rëndësishme për një vend si yni, sigurisht. Nuk ka as pak dyshim që ka shumë për të bërë për njerëzit. Çdo raport që lexoj në kuadër të aspiratës evropiane ka kritika për ekonominë informale që është ende 1/3 e PBB-s dhe çështjet e shtetit dhe së drejtës. Apo merreni me to? Patjetër që po merremi. Dhe arsyeja sepse çdo vit, dhe sapo pash shifrat e 4 mujorit të parë, jemi në rreth 300 milion euro më shumë të ardhura krahasuar me vitin e kaluar dhe rreth 100 milion mbi vlerën e planifikuar. Dhe nuk është vetëm rritje, por është edhe ngushtimi I hapësirës ekonomisë informale, sepse kemi futur në veprime dhe inteligjencën artificiale, gjurmimin digital e kështu me radhë. Është një betejë. Kur bëhet fjalë për shtetin e së drejtës, pra sundimin e ligjit, patjetër sigurisht që kemi probleme dhe po bëjmë gjithçka mundemi që të përmirësohemi në këtë drejtim. Një gazetar nga Politico më pyeti do ta mbyllni punën me shtetin e së drejtës brenda 2027-s? I thash në qoftë se synon të jesh antar I Bashkimit Evropian, duhet kuptosh që kur nuk mbaron punë me shtetin e së drejtës. Është një moto e përjetshme. Po përmirësohemi, po patjetër, po nuk ka një gjë të tillë si të mbyllet. Ka po kështu edhe kritika që krimi I organizuar është një faktor në Shqipëri. A është betejë e vështirë kjo? Po, e di. Është një kritik dhe në kënd vështrimin tim